Ish-presidenti rus Dmitri Medvedev tha të martën se anëtarët e rinj të NATO-s tani kanë objektiva të mundshme për Moskën dhe në rrezik të sulmeve të mundshme hakmarrëse duke përdorur dhe armë bërthamore në rast të një konflikti, raportoi Agjencia Shtetërore Ruse lajmeve TASS. Medvedev, i cili e ka cilësuar veten si një nga kundërshtarët më të hapur të anti-perëndimor të Rusisë, duke se po i referoi Suedisë dhe Finlandës, dy vendet e fundit që u bashkuan aleancës ushtarake perëndimore. Duke folur në një aktivitet në Rusi, Medvedev theksoi se operacioni ushtarak special të Ukrainës, siç e quan Moska, pushtimin dhe luftën e saj në vendin fshinj, në fjalën e tij zëdhënës kryetari i Këshillit të Sigurisë Kombëtare të Rusisë theksoi gjithashtu se presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelenski do të kishte një fund shumë të trishtueshëm pasi ai u krenua me vrasjen e generalit rus disa ditë më parë. Medvedev shtoi se fati i Ukrainës është kryesisht i parasaktuar dhe se pas përfundimit të konfliktit atje duhet të krijohet një gjykatë speciale për të shqyrtuar çdo krim të kryer në stilin e një Nurembergu të ri. Ai theksoi gjithashtu se mbetjet e këtij vendi në shpërbërje nuk mund të lejohet dhe që pas një kohe të gjatë të bashkohet me NATO-n.